Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Duke filluar nga viti i ardhshëm, të gjithë inspektorët në rang kombëtar do të pajisen me kamera trupi inteligjente. Lajmi u bë i ditur në Gjirokastër nga kreu inspektoratit të përgjithshëm Dashnor Sula, i cili tha se masa është pjesë e reformës për rritjen e transparencës dhe parandalimin e korrupsionit gjatë kontrolleve në terren. Sula u ndal edhe tek platforma e denoncimeve sigurt.gov.al, duke ftuar qytetarët të raportojnë çdo rast abuzimi apo shkeljeje. Gjirokastra vijon të mirëpres vizitore edhe në ditët më të nxehta të verës, nga kaldrëmet e pazarit të vjetër te kalaja dhe monumentet e trashëgimisë, qyteti i Gurt mbetet i gjallë nga lëvizjet e turistëve vendase të huaj. Koriku ka sjell një fluks të lartë vizitorësh, duke konfirmuar interesin në rritje për një nga destinacionet më të veçanta të trashëgimisë kulturore shqiptare. Dikur një lagje me shumë banesa të braktisura sot Dunavati është kthyer në një nga ndalesat e vizitorëve që zbulojnë Gjirokastrën tradicionale. Shtëpitë karakteristike prej guri, por rikthehen në jetë duke u shndërruar në bujtina që presin turistë vendase të huaj. Përmes turizmit kulturor, kjo lagje po rigjen gjallëri, ndërsa trashëgimia arkitekturore po kthehet në një mundësi të re zhvillimi për banorët. Banorët e Sotirës në Dropullin e Sipërm kremtuan festën e profetit Ilia në kishën e rindërtuar prej tyre në malin e Murganës brenda Parkut Natyror Bredhi Sotirës. Kjo kishë e mirëmbajtur nga vetë komuniteti është kthyer në një vend peligrinazhi dhe vizitash, duke ndërthurur vlerat shpirtërore me turizmin natyror në zonë. Ju njohim tani më gjerësisht. Duke filluar nga viti i ardhshëm, të gjithë inspektorët në rang kombëtar do të pajisen me kamera trupi inteligjente. Lajmi u bë i ditur në Gjirokastër nga kreu inspektorati të përgjithshëm Dashnor Sula, i cili tha se masa është pjesë e reformës për rritjen e transparencës dhe parandalimin e korrupsionit gjatë kontrolleve në terren. Sula u ndal gjithashtu edhe tek platforma e denoncimeve sigurt.gov.al, duke ftuar qytetarët të raportojnë çdo rast abuzimi apo shkelje. Rritja e standardeve në procesin e inspektimit dhe unifikimi i praktikave të punës ishin në fokus të një trajnimi të zhvilluar në Gjirokastër nga Inspektoriati i Përgjithshëm. Trajnimi u drejtua nga Inspektori i Përgjithshëm Dashnor Sula së bashku me një ekip specialistësh të Inspektoriatit të Përgjithshëm. Gjatë takimit u trajtuan çështje që lidhen me zbatimin e legjislacionit, koordinimin ndërinstitucional e të tjerë. Sigurisht Gjirokastra ka dhe një pozicion do të thoshe gjeografik për sa i përket të kufirit me Greqinë dhe që ka qenë një port hyrëse për sa i përket të gjithë tregtisë dhe të shkëmbimit të madrave me Shqipërinë për gjatë tyre 35 viteve dhe problematikave që ka patur gjithmonë Kakavia si pikë doganore në qarkun e Gjirokastrës dhe ne do kemi përsëri një vëmendje të shtuar sidomos për AKU-n dhe problematikat të cilat na kanë ardhur nga kufiri gjelbërt dhe përtej doganas në qarkun e Gjirokastrës, ku shpesh herë ka ndodhur që element kontrabandist, të cilët kanë bërë kontraband nëpërmjet baktive të imta apo baktive të tjera më të mëdha, dhe të cilët janë shpërndarë pastaj në përgjithë Shqipërinë. Dhe unë këtu të rrej vëmendjen për të gjithë inspektoratet, sidomos të AKU-s dhe të shërbimit veterinar, të cilët shpesh herë mund të kemi dhe element të caktuar veterinarët të cilët me një vulë në xhep dhe dalin dhe vulosin në këto përurja të këtyre baktive dhe të cilët sjellin një dëm të pakontrolluar në të gjithë Republikën e Shqipërisë për sa i përket pasaj therrjes së tyre. Dhe kështu që sot ky takim ka të bëjë që me të gjithë inspektoratin IKMT-s, inspektoratin AKU-s, inspektoratin shëndetësor, inspektoratin e punës, të arsimit, të mjedisit dhe sigurisht do duhet që unë si inspektori i përgjithshëm t'i tërheq vëmendjen dhe t'i motivoj dhe për ato elemente të cilët janë do thosha shkeljes të ligjit, nuk do ketë asnjë lloj tolerance, sidomos për subjektet të cilët janë abuzues dhe një pikë tjetër të cilët unë e shtroj me shumë forcë dhe që do ja kërkoj të gjithë inspektorëve ka të bëjë dhe me situatën e vështirë të periudhës së verës për shkak të temperaturave të larta që ka sidomos qarku i Gjirokastrës, që njihet për temperaturat të larta dhe për problematika të zjarreve, të zjarrveneve të qëllimshme, dhe do duhet që të kemi një ndërveprim dhe një komunikim me të gjithë
gjithë pjesët e tjera të ekzekutivit, duke filluar nga policia e shtetit apo me emergjencë civile, me pushtetin lokal dhe ky lloj ndërveprimi sigurisht ka të bëjë me parandalimin që do duhet të ndodhin që do ndodhin fenomene të tilla. Problemi i mjedisit përsëri në qarkun Gjirokastër është një problem i cili do duhet ta trajtojmë me shumë kujdes, dhe ky kujdes sigurisht do të jetë një kujdes i shtuar, sepse vlerat historike të Gjirokastrës janë vlera të jashtëzakonshme dhe nëse do ndodhi një dëm, është një pa rikoverueshëm dhe përsëri do të lëjë detyra të posaçme për IKMT-n dhe për mjedisin. Brenda 8 deri në 9 muajve të ardhshëm, të gjithë inspektorët e inspektoriateve në rang kombëtar do të pajisen me kamera trupi inteligjente, bëri të ditur kreu inspektoriatit Dashnor Sula, ku theksoi se kjo është një nga reformat kryesore që synon rritjen e transparencës dhe luftën kundër korrupsionit në terren. Ka ardhur momenti që për gjithë trupin e inspektimit të Republikës së Shqipërisë, të gjithë inspektorateve, nga inspektoratet qendrore dhe inspektoratet rajonale, deri tek inspektori i fundit, brenda një periudhe mendoj maksimumi që mund të jetë 8 deri në 9 muaj, po shpresojmë edhe më shpejt që të çdo inspektor i trupës inspektimit në Republikën e Shqipërisë, të gjithë inspektorateve do të pajisen me kamera trupi smart, të cilët janë të një niveli shumë të lartë dhe të integruar dhe me inteligjencën artificiale e AI dhe që do bëjë të mundur identifikimin e problematikave që ndodhin në terren në rastet kur kemi inspektorë abuzues apo subjekte të cilët tentojnë të korruptojnë inspektor dhe sigurisht në çast në online do të jepet informacioni. Ai u ndal edhe te platforma sigurt.gov.al, duke ftuar qytetarët të denoncojnë çdo rast abuzimi, shkeljeje apo problematik që hasin gjatë marrjes së shërbimeve. Ai theksoi se informacionet e përcjella përbëjnë një mekanizëm të rëndësishëm për identifikimin dhe ndëshkimin e rasteve të palikshmërisë, duke forcuar kontrollin në terren dhe do të rrisë besimin e publikut te institucionet inspektuese. Gjirokastra vazhdon të mirëpres vizitore edhe në ditët më të nxehta të korrikut. Nga kaldrëmet e pazarit të vjetër, tek Kalaja dhe monumentet e trashëgimisë, qyteti i Gurtë mbetet i gjallë nga lëvizjet e turistëve vendas dhe të huaj. Korriku ka sjell një fluks të lartë vizitorësh, duke konfirmuar interesin në rritje për një nga destinacionet më të veçanta të trashëgimisë kulturore shqiptare. Korriku po konfirmohet si muaj me fluksin më të lartë të vizitorëve në Gjirokastër. Çdo ditë qindra turist, vendas dhe të huaj zgjedhin të vizitojnë qytetin e Gurtë, duke krijuar një atmosferë plot gjallëri në pazarin karakteristik, të cilët ndalen për të njohur historinë, arkitekturën dhe traditat e qytetit të mbrojtur nga UNESCO. It's beautiful. Është hera ime e parë në Gjirokastër dhe më ka lënë shumë përshtypje. Qyteti është i bukur, plot histori dhe njerëzit janë shumë mikpritës. Gjithçka shumë autentike, arkitektura, rrugicat me kaldrëm dhe pamja e qytetit e bëjnë këtë vend të paharrueshëm. Me siguri do të rikthehemi. Na pëlqeu shumë pazari i vjetër dhe Kalaja. Atmosfera është e veçantë dhe ushqimi tradicional është i mrekullueshëm. New Zealand. Kemi udhëtuar në disa vende të Shqipërisë, por Gjirokastra është ndër qytetet më interesante. Do t'ua rekomandojmë edhe miqve tanë. We just got here yesterday. Ndërsa sezoni turistik hyn në pikun e tij, Gjirokastra vjen të mirëpresë çdo ditë, mira vizitor, vendas dhe të huaj. Fluksi i lartë i muajit korrik pritet të vazhdojë edhe në javët në vijim, duke mbajtur qytetin e Gurtë mes destinacioneve turistike më të frekuentuara në jug të vendit. Muzeu etnografik mbetet një nga destinacionet më të vizituara nga turistët vendas dhe të huaj, duke ofruar një udhëtim të veçantë në historinë, traditën dhe mënyrën e jetesës gjirokastrit të vendër shekuj. Sidomos gjatë sezonit veror, vizitorët zgjedhin të ndalen në këtë monument kulture për të njohur më nga afër arkitekturën karakteristike, ambiente tradicionale dhe vlerat që kanë bërë Gjirokastrën pjesë të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Përmes një video e promovuar
provovuese të publikuar në rrjetet sociale, kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, fton turistët të vizitojnë muzeun etnografik, duke e cilësuar atë një vend ku historia, tradita dhe mikpritja gjirokastrite bashkohen për t'i dhënë jetë kujtesës së qytetit. Mes freskisë së mureve prej guri dhe atmosferës autentike, muzeu vijon të jetë një nga pikat më të rejse të turizmit kulturor në Gjirokastër, duke u ofruar vizitorëve një përvojë të veçantë dhe një njohje më të thellë me identitetin e qytetit. Dikur një lagje me shumë banesa të braktisura, sot Dunavati është kthyer në një nga ndalesat e vizitorëve që zbulojnë Gjirokastrën tradicionale. Shtëpitë karakteristike prej guri, por rikthehen në jetë, duke u shndërruar në bujtina që presin turistë, vendas dhe të huaj. Përmes turizmit kulturor, kjo lagje po rigjen gjallërinë, ndërsa trashëgimia arkitekturore po kthehet në një mundësi të re zhvillimi për banorët. Shtëpitë karakteristike prej guri në lagjet muzeale nuk janë vetëm dëshmi e historisë, ato po marrin një rol të ri, duke u shndërruar në bujtina që mirëpresin çdo ditë vizitor vendas dhe të huaj. Kjo formë turizmi po u jep banorëve një mundësi të re për të zhvilluar ekonominë familjare, ndërsa lagjeve një jetë të re. Në lagjen muzeale të Dunavatit, Saide Gjini, prej më shumë se 3 vitesh, mirëpret turistë nga vende të ndryshme të botës. Të kënaqur jemi. Shumë të kënaqur jemi se këtu ishte një zonë e vdekur, kishte mbaruar domethënë gjithçka. Po me ardhin e turistëve zhvillojmë çik ekonominë, me ato tradita ecim. Edhe me ushqimin tradicional të qytetit, bëhet qefqia në restorante, bëhet që është Gjirokastër, bëhet bireku, bëhet sarmaja, pasërtia s'bëhet fjalë, në çdo lokal, në çdo guest house, në çdo hotel. Do të japim maksimumin që të na vazhdoj puna. Shumë të kënaqur jemi dhe në venda si ta. Vinë nga Kosova, vinë nga Tirana, Durrësi, vinë nga çdo qytet. Ajo që tërheq më shumë vizitorët është ndërthurja e arkitekturës tradicionale me jetën e përditshme të banorëve. Kemi urën Ali Pashës, shumë vjeçare, kemi shtëpinë e Çerçis Topullit, kemi shtëpi të vjetra plot, edhe me çati guri, me gjithçka ka për të parë. Për shumë turistë të huaj, qëndrimi në bujtina është më tepër se sa një akomodim. Është një mundësi për të përjetuar nga afër kulturën vendase dhe për të njohur traditat. Well, we arrived with the family this morning. Zgjodhëm të qëndronim në një bujtinë sepse donim të përjetonim mikpritjen tradicionale dhe jetën e përditshme të banorëve. Shtëpia është shumë e bukur, njerëzit janë të sjellshëm dhe atmosfera është e ngrohtë. Kjo zonë ka një histori të pasur dhe një arkitekturë mbreslënëse. Do ta sugjeroja pa hezitim për çdo që dëshiron të njohë kulturën vendase. It's very nice here, very nice village. Interesi në rritje për bujtinat po i kthen lagjet muzeale në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor, duke dëshmuar se ruajtja e trashëgimisë dhe zhvillimi i turizmit mund të ecin krah për krah. Sezoni veror po sjell një numër në rritje turistësh të huaj që zgjedhin Shqipërinë, ndërsa pikat kufitare të jugut po përballojnë fluksin e lartë në hyrje dalje. Kakavia mbetet një nga portat kryesore të hyrjes për vizitorët që vijnë nga Greqia drejt destinacioneve turistike shqiptare. Gjatë 24 orëve të fundit, përmes pikës së kalimit kufitar të Kakavias, kanë hyrë në vend 348 shtetas për qëllime turistike, ndërsa nga pika e 3 urave 256 turistë të tjerë. Këto shifra pasqyrojnë interesin e vazhdueshëm të vizitorëve të huaj për Rivierën, qytetet historike dhe destinacionet natyrore të jugut. Sa i përket lëvizjes së përgjithshme, në Kakaviu përpunuan 7.676 shtetas dhe 2.254 mjete, ndërsa në 3 urat 534 shtetas dhe 236 mjete. Fluksi i lartë në hyrje dhe dalje vijon të karakterizoj kulmin e sezonit veror. Policia kufitare mbetet e angazhuar me masa shtesë për të përballuar rritjen e lëvizjes, duke synuar procedura sa më të shpejta dhe një kalim pa vonesa për qytetarët dhe turistët që zgjedhin të hyjnë në Shqipëri. Ndër rastet që ka pritur urgjenca e spitalit rajonal Omer Nishani, këto ditë vere kanë qenë edhe kafshimet nga kafshët. Ato janë shënuar kryesisht nga qentë tek turistët e huaj, të cilët ndërsa janë afruar ti përkëdhelin, ata janë deshur me agresivitetin e tyre.
Në jo pak raste, qenë kanë qenë ata që kanë çuar turistët e huaj të kërkojnë ndihmën në urgjencën e spitalit të Gjirokastrës. Kafshimet prej tyre kanë qenë të zakonshme, raste këto të shënuara brenda qytetit, por më tepër në zonat përreth. Kafshimin e fluksit të turistëve, ka pasur që ka qenë shumë turistë që janë paraqitur në urgjencë me kafshimin nga qeni ose plag nga qeni. Ka pasur dhe nga kafshë të tjera, domethënë nga qeni, përveç qenit që janë paraqitur në urgjencë. Secili është bërë mjekimin e nevojshëm, është bërë serumi antiketanik, në njërë dhe ato serumet e tjera ekipe në këto raste sipas protokollit. Duhet thënë që një pjesë e tyre kanë qenë të papërgatitur me kushtet e Shqipërisë, pasi një pjesë të kafshëve që ne kemi që lëvizin në qytet ose në rrethinat e tij, janë një gjendje gjysmë të egër në kuptimin dhe ne jemi mësuar që nuk i afrohemi ose nuk i përgëzojmë një pjesë të tyre pasi jemi të pasigur. Kurse një pjesë të tyre se mendojnë se ato janë kafshë të buta dhe i kanë përgëzuar ose janë afruar dhe jo nuk mund të them të tërë, por kemi pasur një fluks të përditshëm me këto me turistë me kafshimet e qendrës. Në këto kushte, mjeku i urgjencës Bledar Çela apelon shoqëruesit e turistëve të informojnë rreth kafshëve në përgjithësi dhe qenve në veçanti për rrezikshmërinë që paraqesin. Përgjithësi neve nuk kemi pasur problem nga kafshët e këta, as mundje të rrezikshme si tërbimi nuk kemi pasur, me vite më parë është bërë dhe vaksinimi i kafshëve të egra në teren. Po problemi është një ndryshim kulturor i turistëve, të cilën mbase në vendet e tyre janë mësuar që tëra kafshët janë në teren një kafshë të buta, kurse këtu nuk është plotësisht e vërtet për tëra kafshëve. Kështu që duhet instruktuar dhe ata i të ketë kujdes, nëse kafsha nuk është e shoqëruar ose nuk është pjesë e shtëpive, të mos a përgëzon ose të afrojnë se kemi pasur domon në mënyrë të çuditshme raste të shpeshta me kafshimin e kafshëve nga turistët. Ndërkohë, gjatë këtij sezoni, në urgjencën e spitalit të Gjirokastrës nuk kanë munguar as rastet e kafshimit, nga zvaranikët dhe pickimet nga insektet. Policia e Tepelenës ka finalizuar operacionin antidrog të koduar rjedha, duke arrestuar në flagrancë një 57 vjeçar i dyshuar për kultivim të bimëve narkotike. Sipas policisë, pas një hetimi të kryer me metoda proaktive dhe në bashkëpunim me prokurorin, shërbimet ndërhyrën në thellësi të kanioneve të fshatit Progonat, ku gjetën të kultivuara në vazo 175 bimë të dyshuara narkotike të llojit cannabis sativa. Në vendngjarje u arrestua shtetasi me inicialet IM, banues në Tepelen. Bimët narkotike u asgjësuan, ndërsa materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Policia bën me dije se kontrollet anti-kanabis do të vijojnë në të gjithë territorin e qarkut. Banorët e Sotirës në Dropullin e Sipërm kremtuan në festën e profetit Ilia në kishën e rindërtuar prej tyre në malin e Murganës, brenda parkut natyror Bredhi Sotirës. Kjo kishë e mirëmbajtur nga vetë komuniteti është kthyer në një vend peligrinazhi dhe vizitash, duke ndërthurur vlerat shpirtërore me turizmin natyror në zonë. Fshati malor turistik i Sotirës në Dropullin e Sipërm, ndër të tjera, quhet për kërcërtimin e resurseve natyrore me objektet e kultit, me qëllim zhvillimin e turizmit. Fakti, më bindës është kremtimi i profetit Ilia në kishën që është ndërtuar dhe mirëmbahet nga banorët në malin e Murganës, në parkun natyror Bredhi Sotirës. Vetë banorët shprehen përgojëdhënat në lidhje me kalimin e profetit në këtë zonë. Ka një histori që kaloi në vitet që Shen Ilia kaloi nga vendet tona dhe u gjet në këtë koder dhe u vendos këtu. Dhe pastaj u bë si punë monastiri ose kisha që u bë me vonë. Kjo histori tani nuk është e shkruar, është e dëgjuar. Tani Shen Ilia që u shkatërua në vitet pas vitit 67, ishte Anastas Goga besoj se thanë dhe shokët e mi, që me iniciativën e tij dhe me ndihmën e gjitoneve, se ishte Shen Ilia e gjitone se shoshut tu e gjitonisë. Ndihmoi dhe dhimo dhe takçave të gjitha atje dhe u bë Shen Ilia. Rindërtimi i kishës ka filluar fill pas dyshimeve demokratike në vendin tonë.
Ka filluar pas prishjes së sistemit, neve krijuam dhe ndërtuam te profiti lije, edhe kjo vazhdoi fshatari Anastas Goga që riparoi, edhe në vazhdim e mbaron tani Ilia Noni. Edhe neve do vazhdojmë që këtë ambient ta rregullojmë që të jetë sa më mirë. Hapja e shtegjeve për kalimtarët në malin e Murganës, por edhe lidhja shpirtërore me emrin e profetit, nxitën kujdestarin të mirëmbajë kishën. Si vjetës viti 3, filluam në fillim si me Saka për të hapur rrugën, në bashkëpunim me skuadrën me Murgana Drasis që bëm një run maraton të ecjes në mal, filluam hapën në fillim rrugën. Dhe pastaj më ngrit ideja që të filloj të pastroj këtë zonë që është rreth e rrotull kishës. Dhe avash u hapo reksi, fillova vura ulluqet në çati për të mbledhur ujërat e shiut, e vurëm depozitën, filluam të bëjmë shkrimin me pllaka, filluam lyerjen nga brenda dhe nga jashtë të kishës. Bëm këto muret nasore për të hapur të sheshin e kishës tu. Çfarë ju kanë thithur juve për ta mirëmbajtur këtë? Ka lidhje me emrin tuaj apo keni ndonjë lidhje shpirtërore tjetër? Thjesht emri im është Ilia dhe doja edhe këtu emri kishës së Ilia, profeti Ilia, edhe thash që ai zelli dhe ajo dëshira që kam unë, mbase bëhet mbarke edhe breza tanë, fëmijët tanë, mitrit tanë, ta vazhdojnë këtë punë të madhe që u bë këtu. Në Dropull dhe Pogon, ka dhe 4 kisha të tjera me emrin e profetit Ilia. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastër. Ndajemi bashkë, miru takofshim.